timit. Brenda Ministrisë së Financave raportojmë për një pako 3 që do të përfshi paga 70% për lehonat nga 6 muajt me u bo po për një vit. Me një shishor nga 100 euro për fëmi. Me një shishor nga një pension shtesë pensionistëve. Rimbursimi në aftës për bujqit. Ndim 50% për pagën e 13 për sektorin privat. Me qëllim normalisht që të intensifikohet dhe pra me ndimu 50% me jap pagën për secilin punëtor që punon në sektorin privat. Ndim për veteranët, familjarët e dëshmorëve të tjerë. Po realisht këto që to janë pakoja e 200 milion që vjen nga zyrtar brenda Ministrisë Financave që më njofton. Njerë të dalim të bizneset ku e pata të bizneset. As njëherë Ministria e Financave dhe gjithësisht qendra e bizneset të Kosovës nuk guxon të tregoj sa numër të punëtorëve ka pas bizneset që janë mbyll dhe sa numër të punëtorëve janë ata që janë hap. Të mbyllet një korporat në Ferizaj me 260 punëtorë për prodhimin e kimikateve me investitor ndërkombëtar të huaj dhe të hapën 3 hamburgera apo pasticeri në qendër të qytetit nuk është e njëjtë. Ja, s'është. Të mbyllen 3 korporata ndërtimore që unë i di me mbi 50 punëtor, apo që ka bë qarkullim deri në 7, deri në 9 milion vet, dhe të hapën 3 robaqepsi, nuk është e njëjtë. Mirë, po nuk guxon të bën krahasim. Kur thet të ofertat, bile ka qenë e vonume, edhe kjo pako, pse nuk votohet sot? Sepse nuk e din sigurt ta shkon zgjedhje. Kjo ka qenë mashtrimi i parë që ne kemi pas ka qenë paga e 13. Nuk po ma votojnë opozita ligjin, se unë e kam gati pagën e 13, do ta merrin në fillim për vitri. E zhduki, ja votun ligjin janari EC. Përsëri nuk po ma votojnë opozita zgjatjen buxhetore për muajin mars, kush e ka pa në kuvert. Ja zgjatën buxhetin, s'ka pak 13 janar. S'ka në shkurt, në mars e dha publikisht, mbase e ceki muajin kryeministri për të mos me dalë mashtrus, e qetën 31 fund muajit. Edhe aty ka bën një mashtrim. Tek punëtori ka marrë pagën e 13 dhe pagën e muajit ka bë bashk. Pse? Sepse secilit punëtor ja ka marrë 40 deri në 90 euro trëst. Tatim. Edhe këtu ka kap minimalen të cilën ata nashta e kanë da kursim apo për rrugë. Dhe tash me mashtrimi i radhës, sikur të terminalit, dua ta bëj për zotri Muratin dhe zotri Kurtin. Unë zotnun, sepse në mandatin e tyre... Që terminalit jënë shtetëzu. Ata po paguajnë qëra për pronën. Apo dhe se të tregova rastin me konsulata. Se dhe konsulatat jënë me qëra. Po ato i takojnë shtetit. Në regullë. Veç na kemi bo një diferent që është një qira, edhe për devollin, edhe për lushtakun, edhe për atë. Nuk është të marë. Janë të pagu qira për që ta oligarkë të Hashimit. E që tash janë të Albinit. Po, referenca e dytë është zotru që prevojën e punës mbi 15 vite me neve është bot 0.5. Me ta nuk është bo. Para vitit 2020 ka qenë ligji në gjykatën kushtetuese ku këta e kanë zyrtarizu pagesën e prevojës punës 0.25 dhe në 15 vite prevoj pune dhe mbi 15 vite e kanë bot 0.5 dhe e kanë votu.